Së dyti, do të adresojmë nevojën për të çuar në një nivel tjetër transportin urban dhe ndërurban, duke nisur nga transporti domosdoshëm dhe faktikisht hallka më e dobët e sistemit tonë të industrisë re të turizmit, që është transporti i periudhës sezonit të pikut, kur bëhet shumë e vështirë për turistët dhe vizitorët që të lëvizin me mjete të vëna në dispozicion nga sektori publik. Dhe qëllimi është që të hymë në një fazë ku gjenerata e re e mjeteve të transportit publik e para tjetë tërësisht e gjelbër, pra flasim për autobus elektrik, të cilët kanë zero ndotje, gjë që është një tendencë tani më e përgjithshme në Europë, dhe së dyti për të ndërtuar një sistem të përdorimit dhe të administrimit të këtyre mjeteve nën administrimin e bashkive. Pra do t'jetë qeveria së bashku me bashkitë që do të sigurojnë mjetet dhe bashkitë do të bëjnë administrimin e tyre. Nëpërmjet një sistemi që tani më e kemi pilotuar me shumë sukses në bashkinë e Dibrës për sa i përket parkut logjistik, gjë që vite pika tjetër do ta shtrim tani më në të gjithë territorin. Do të kemi një park logjistik i cili do t'i shërbejë bashkive për të gjitha ato punime të domosdoshme të mirëmbajtjes, pastrimit, hapjes kanaleve kulluese, të kanaleve ujitse dhe njëkohësisht edhe për të gjitha ato ndërhyrje të tjera të kësaj natyre që lidhen me situata post-emergjencë, në mënyrë që bashkitë të zotrojnë një kapacitet të munguar deri më sot. Por duke u kthyer për një moment te transporti, po ashtu do të lançojmë konkretisht edhe financiarisht, do të mbështesim një program për të krijuar kapacitete më domethënëse për parkimet, sidomos në qytetet me intensitet lartë qarkullimi, e patjetër duke pas parasysh këtu si prioritet qytetet dhe zonat që janë zona me ngarkesë specifike për shkak të turizmit. Dhe programi i parkimeve është një program i veçantë që ka disa komponentë, të cilët do t'i detajojmë në konferencën përkatëse dhe për të cilat të gjithë bashkitë do të kenë programin të shkruar në të gjithë komponentët. Dua të them që për parkimet kemi disa formula dhe përveç formulës financimi direkt të punës për ndërtimin e tyre përmes fondit të zhvillimit dhe krijimit partneritete me bashkitë, siç kemi disa raste suksesshme, si këtu rastin e Beratit, rastin e Gjirokastrës, që kanë lehtësuar jashtëzakonisht këto destinacione gjithmonë më të kërkuara të trashëgimisë sonë kulturore, por edhe një tjetër formulë për t'i mundësuar bashkive që të mund të aksesojnë bankat me projekte specifike të parkimeve, apo që të mund të bashkëpunojnë me subjekte private, të cilat do të jenë të ftuara të marrin pjesë
në bashkëpunim në ato territore brenda lagjeve që i përdorin aktualisht për parkime të shqetësuese dhe ndotëse dhe ku faktikisht kanë marrë të drejtën e pronës, por mund të angazhohen për të ndërtuar një infrastrukturë parkime shumë fitimprurse dhe njëkohësisht shumë të miqësore me komunitetin.